Bimet medicinale me cilat merrna ne është më së shumti shërbelja, lavanda, makthi, rigoni, rozmarina. Këto janë me cilat i bëjmë në për plantazhet tona, kurse të tjerat më me pakic janë timusi, vriesku si i thomna, dhe të tjera, domethënë. Ka bim tjera, por të cilat nuk i kultivojmë aq shumë si në plantazhe, sepse ka edhe në përgjithësi në për male, në për afër lumeve edhe kështu. Sikur se është viteksi, që i thojmë na, sepse është shumë i mirë për gratë, është si çaj edhe si vaj esencial. Për lullëzimin me para lullëzon domethënë është timusi, kurse atër vazhdon shërbelja, lavanda angustifolia, pastaj lavandin dhe makthi. Secila e kanë kohën e vet, domethënë deri në gusht janë në lule. Kur e bëjmë përpunimin e tyre spari, i korrim bimt dhe bëjmë vajin esencial. Me vajin esencial bëjmë gjitha këto prodhime që po i shihni këtu, kozmetike, cilat janë, domethënë sapunat, kremrat, hidratues, domethënë të ndryshëm, pastaj vaj për trup dhe për fytyrë, kemi balsame të ndryshme për buzë dhe për trup, dhe kështu gjëra të ndryshme, por e cila bëhen me vaj esencial. Dhe kështu kemi produkte tjera, si që është qirint, nga dylli i sojës dhe dylli i bletës, dhe ato i bëjmë me vaj esencial të ndryshme, domethënë nga lavanda, menta dhe mix, dhe nga lulet e lavandës, makthit dhe këtyre që i thamni, bëjmë dekorime të ndryshme. Po, kjo është një inspirim për gratë, sidomos për gratë që kanë edhe fëmijët të vegjël, domethënë të bëjnë një punë të shtëpia, s'është e thanun me produkte, për shumë si që merrem unë me këta, por me çfarë do lloj produkti tjetër, se secila grua që jeton në fshat, domethënë ajo ka perime, ka fruta që mund të bëj reçel, mund të bëj gjithçka nga ato të thaj, të sheset domethënë produkte të ndryshme nga shtëpia, dhe që s'ka nevojë të ikin diku tjetër të punojnë dhe t'i lënë fëmin. Ashtu kam filluar edhe vetë me këtë punë, domethënë se jam me fëmijët e vegjël, sepse kam 4 fëmijë, secili një mas tjetrit, dhe kështu kam filluar të punoj te shtëpia dhe më realizua, domethënë ideja që unë kam pas, dhe tani kam sukses në punë dhe vinë të gjithë këtu dhe blejnë produktet e mia.